Një nga kritikët më të fortë të Lulzim Bashës për procesin në zgjedhjet në parti, Tomor Alizoti, ka njoftuar nëpërmjet një statusi në Facebook dorëheqjen e tij nga detyra në PD. Fill pas konferencës së Lulzim Bashës, kreu i departamentit të ish të përndjekurve politik, Tomor Alizoti, njoftoi se zgjidhte të largohej nga të gjitha funksionet në parti. Në përfundim të votimit të anëtarësisë së Partisë Demokratike për kryetarin e saj, jap sot dorëheqjen time nga detyra e drejtorit të departamentit të ish të përndjekurve dhe nga ajo e anëtarit të kryesisë. Unë, pas humbjes dramatike të PD-s, mbrojta qëndrimin se zoti Lulzim Basha ishte përgjegjës kryesor për këtë humbje dhe duhet të dorëhiqej në mënyrë që partia të niste një proces reflektimi dhe ringritjeje. Dorëheqja do të ishte një akt demokratik i nevojshëm dhe një pranim i vërtetë i përgjegjësive. Sipas Alizotit, vetëm kështu PD do të kishte mundësinë e ndërtimit të një fryme dhe force të vërtetë opozitare. Alizoti akuzoi kreun e rizgjedhur Basha se në këtë mënyrë zgjodhi një qasje tjetër, duke u imponuar normave perëndimore dhe duke u rizgjedhur. Në fund të mesazhit të tij, Alizoti thotë se do të mbetet një mbështetës i paepër i PD-s dhe i së djathtës, me shpresën se shumë shpejt ajo do të zërë vendin që meriton.